Ajo është konë martuar me një rob i cili e ka pas emrin Mughith, ndërsa kjo e ka pas emrin Berire. Kjo sklavja, robresha e Aishës radhiyallahu anha. Edhe Aisha radhiyallahu anha një ditë vendos që me liru këtë sklavën, këtë robreshën, me ia dhon lirinë. Është problem i madh. Mirë, po tash kur ja jep lirinë, tash kjo është e lirë mo, nuk është skllave. Dallon në pozitë për burrit vet. Burri hale sklav, hale rob. Edhe kjo vendos dhe ka drejtën që mu shkurzu për i ti, dhe tonë s'po du me kanë gruaja jotja dhe divorcohet. Mas një kohë, në tavaf, tu silë rrës qabës, pejgamberi a.s. me agjën e vetë Abbasin, janë nale dhe pekqyrin një ndodhi që jo ka ndodhë atë mbrana në qabën, tu bu tavaf. Çka po ndodh, peshe pejgamberi som që burri i kësaj sklavës, Mughithi pishkon mrapa, gruajes vet po kanë pilutet me u kthy prap, me u bashku prap. E ka desh shumë, ndërsa gruaja s'pe bën hesap hiç. Agja e pejgamberit som Abbasi pe e kqyr dhe po preket pe kësaj çka është ndodhur dhe i thot pejgamberit ai som thot ja Rasulullah, apo shet diçka po shone. Ai e po qysh po shkon mrapa, pilutet, pi bën ligje. E kjo s'po don më u kthy, i thot pejgamberi sa po Allah e peshat ato agja jam. I thot Abbasi, thot o i dërguar i Allahut, a nuk po shkon me ndërmjetësu, a nuk po shkon me pajtu ata, thot pejgamberi sa po vallahi. Edhe shkon e i afrohet asaj që më herët ishte robresh e Aishës gruas pejgamberit ai sa Berires, pi thot oj Berire, thot ta nuk pi kthehesh burrit ton, apo shesh çka po bën mas teje, as po dhimbet, as pi kthehesh. Pi thotoj dërgumi Allahut, thot a je të murdhnu, a je ka murdhnon, apo kam drejt me zgjedh. Pi thot pejgamberi sa jo s'jam të turnu, veç thot po du më ndërmjetësu, nëse bon që me ju kthy prap. Pi thot ja Rasulullah, nuk kam nevojë për të. S'kam dëshirë me ju kthy prap këtij burri. Edhe largohet pejgamberi sa pi thot Abbasit miqës vet, thot po çuditna me dashninë e madhe që e ka Mughithi për Berirën, po edhe po më çudit urrëtia e Berirës për Mughithin që e ka. Edhe në kësisane pejgamberi a.s. i ka dhim zemra dhe çdo kund është mundu që me ofru pejgamberi sa lumturi, çdo kund është mundu që me njerëzit mi bu me kanë shpirtnisht muni të qetë dhe të rahatshëm. Edhe në çështjen e dashnisë pejgamberi a.s. kanë ndërhyjë me ofru njerëz me i bashku. E inshallah Allah na bën neve për atyre që kudo që të shohim keq, mundohem që me shtri dorën e ndihmesës, mundohem që me kanë njerëz me i afru njerëzit me i bashku, me kanë njerëzit me jetu në paqe, e jo kur i shohim dikun të jetu mirë çka ajo po ndodh sot, mundohem që përkundrazi jo me i afru, po mundohem me u prish jetën dhe me u shkatruar lumturi që e kanë. Zoti na bëf për atyre që e pasojmë dhe ndjekim pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në gjitha aspektet e jetës. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.